Prokuroria e Fierit ka regjistruar procedim penal ndaj shtetasve Claudio Kaplanaj, Ledian Kaplanaj dhe Gerald Kolçaku, që goditën punonjësit e policisë dhe agjentin e byros kombëtare të hetimit 2 ditë më parë në vendin e quajtur rreth rrotullimi i parkut Fier. Këta shtetas do të jetohen për veprën penale goditje për shkak të detyrës e kryer në bashkëpunim. Sipas njoftimit të prokurorisë Fier, hetuesi i byros kombëtare të hetimit dhe oficerët e forcës së posaçme operacionale të policisë së shtetit kanë qenë duke kryer veprime hetimore në kuadër të një hetimi të SPAK dhe krimit të organizuar në akse rrugor Fier-Patos në afërsi të fshatit Portëz e Madhe Fier. Prokuroria sqaron se gjatë kohës që punonjësit kanë qenë duke kryer veprimet hetimore, janë filmuar nga shtetasi me iniciale OI, çka i ka detyruar të largohen nga vendi ku ishin pozicionuar. Rreth 30 minuta më pas, gjatë kohës që ishin duke qëndruar në mjetin e tyre në një vend tjetër, në anë të rrugës publike pranë vendit rreth rrotullimit të parkut, u janë afruar 3 automjete, nga kanë zbritur disa persona të cilët kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë, pavarësisht prezantimit të këtyre të fundit. Prokuroria njofton se vijon angazhime për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale të cilat cënojnë jetën e shëndetin e punonjësve të policisë së shtetit dhe të personave që kryejnë detyrë shtetërore apo shërbim publik.